Zotri Zeneli, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit shumë dhe ju Vera për ftesën, është kënaqësi absolutisht e veçantë, jo vetëm që jam në një radio, e cila është një pasion imi, por dhe aq më tepër në valët dhe në një studio të Radio Kosovës, e cila është gjithashtu një radio famadhe në psikikën tonë, për arsye se kemi ndjekur me vështirësi vite më parë, dhe Radio Kosova është një institucion shumë i madh dhe i respektuar. Faleminderit shumë. Zotri Alfons, deri tani keni të botuar 3 libra me poezi. Kujt i kushtohen poezit brenda këtyre 3 librave? Në fakt, poezit duke qenë se janë produkti shtresave mbi normale të psikikës, të shpirtit njerëzor, ato në përgjithësi kanë referenca dhe s'kanë referenca. Pra dhe mund të quhet se i kushtohen dikujt, disave, vendeve, njerëzve, por nga ana tjetër mund të thuhet dhe që nuk ju kushtohen, në kuptimin që fenomene, ngjarje, ndjesi në shpirtin e poetit përpunohen, e humbasin në një farë mënyrë atë trajton dhe profilin e tyre fizik, pra nuk kanë identitetet caktuara, sepse për shkak të proceseve shpirtërore nëpër të cilat ato kalojnë, transformohen pasaj dhe bëhen shembuj dhe vjen ajo pika ku shpesh për shembull lexuesi thot gjeta veten. Pra në një poezi ose në disa poezi mund ta gjejnë veten shumë njerëz, dhe kjo vjen pikërisht për shkak të kësaj që thash pak më parë, se poezia mund të marrë shkas nga fenomene të vogla, të caktuara, nga njerëz të caktuar, por mbasi kalon në atë procesin krijues të poetit, ajo bëhet, si më thënë, gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse, pra nuk është personale, por është nga ajo që dhe nuk janë dhe ajo, po themi, mjeshtria ose sekreti, që dhëron pikërisht që kur poeti, shkrimtari e nxjerrin atë produktin e tyre, pra poezinë ose romanin ose tregimin, ajo nuk është më diçka individuale, por është diçka ku njerëzit shohin në forma të ndryshme fytyrën e tyre. Po, sa ndikon në realiteti shoqëror dhe politik në poezinë që shkruani ju? Ndikojnë shumë, padyshim. Në përgjithësi ndikojnë, tek unë ndikojnë shumë. Poetët janë pak sigurisht më të ndjeshëm, që do të thotë dhe kanë dhe ngjarjet, fenomenet politiko-sociale, ekonomike, tjera me radhë kulturore, kanë një impakt më të fortë, më të thellë tek psikika dhe tek shpirti i tyre. Përpasoj dhe unë jam shumë i ndikuar nga të gjitha këto që thash. Fatkeqësisht poezia nuk është diçka e lumtur, si me thënë ato kuptimin si përfaqësor të fjalës. Dhe në përgjithësi arti nuk është produkti çasteve shumë të lumtura. Si thon një shkrimtar i madh, që më jep një dhimbje të t'jap një kryevepër. Zakonisht duhet të përjetosh dhimbjet, trishtimin, duhet të futesh thellë në psikikën e gjërave, në ato shtresat e thella të fenomeneve, të përjetosh, të tregosh një empati të një shkallë shumë të lartë, të bashkohesh me to dhe pasaj vjen arti. Do të thotë që jam shumë i ndikuar prej tyre. Megjithatë, poezia ka qenë dhe vazhdon të jetë gjini elitare. Sot ju personalisht çka mendoni? A ka lexues apo thjesht një grup i njerëzve që duan? Tash ka një pamje pak si kontraverse, si kontradiktore, ndoshta Vera, sepse për shkak të masivizimit të mjeteve elektronike, rrjeteve sociale, nuk e di që një forma të ndryshme të komunikimit elektronik, ka marrë një përhapje, një epidemi, do ta quaja, të shkruarit e poezive. Kur them të shkruarit, përkthehet edhe e të lexuarit ndoshta. Por këtu është ajo që thash se ka një farë kontradikte.
Sado që duket se poezia është bërë diçka masive, tani po të shikosh në përgjithë, për shembull, poet shqiptar mund të gjesh më shumë se sa në kin. Kaq shumë ka shpërthyer si mod kjo gjë. Edhe është e çuditshme se cili ja jep të drejtën vetës ti thot poet dhe të shkruaj poezi. Për mua është një katastrofë estetike. Natyrisht nuk mundet gjithë kanë të drejtë me shkruajt çfarë duan. Por ka një gjë që nëse ti ulesh dhe shkruan, duhet që përpara se të shkruash të kesh lexuar shumë dhe duhet atë që shkruash përpara se ta publikosh, të japësh jetën, domethënë, duhet që ti ta rakordosh, ta krahasosh me ato që janë shkruar më përpara. Duhet të jesh në gjendje që ti ta bësh krahasimin me tyre, të gjesh diferencat dhe të shikosh a vlen më kjo që sapo ke shkruar apo jo. E gjithë ky proces nuk kryhet nga shumica dërmuese e njerëzve që tash i kanë vërshuar për të shkruar poezi. Dhe siç thash, mundet që Shqipëria të jetë vendi numër 1 në botë me poet për shkrim popullsie. Madje edhe më shumë se sa për shkrim popullsie. Dhe ky është një problem shumë i madh. Pavarësisht, ka një diskutim këtu, domethënë që jam ndeshur me shkrimtarë, me poetë të tjerë që thonë okay se shumë mirë bëjnë, se sa të rrinë të merren me gjëra të tjera e kështu, okay, shkruajnë poezi. Në pamje të parë, okay, dakord, jam dhe unë, por ama ky masivizim krijon një përmbytje të vlerave të vërteta të poezisë së vërtet dhe krijon kaos në sistemin estetik të shoqërisë dhe të lexuesve. Në fund fare, poezia ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë art elitar, si për të shkruar, si dhe ata që e konsumojnë, e lexojnë poezinë. E thatë që ka shumë njerëz që shkruajnë poezi sot, ndërkohë ka hyrë në jetën tonë edhe inteligjenca artificiale. Çka mendoni për ndikimin e inteligjencës artificiale në letërsi? Apo dhe ata persona që nuk janë poet, por mundohen të bëhen poet, a mund të shkruajnë përmes inteligjencës? Jo, nuk është mundur, është një kontradikt antagoniste dhe një kontradikt, domethënë që e papajtueshme kur në jetë të jetëve inteligjenca artificiale me poezinë. Poezia është produkt i shtresave më të thella të shpirtit njerëzor. Gjë që nuk mund ta ketë dhe nuk mund ta bëj kurrë inteligjenca. Një njeri, një vëzhgues i kujdesshëm mund ta dallojë nëse shkruan me inteligjencë artificiale apo jo. Edhe është një kërcënim shumë i madh për poezinë. Inteligjenca artificiale. Krish praf. Është kërcënim shumë i madh dhe serioz. Edhe e bëjnë komplet këndën me inteligjencë artificiale, dhe teksti inteligjencë artificiale, dhe muzika inteligjencë artificiale, dhe zëri po ashtu dhe prodhohet. Mirë po, kjo ka një përputhshmëri shumë të madhe, absurde, me misionin e artit, me qëllimin e artit, me origjinën e artit dhe me vetë ekzistencën e artit si nocion. Sepse art ka vetëm një, ai që buron nga shpirti dhe që prek shpirtin e atij tjetrit. Gjëra të tjera jashtë kësaj nuk mund të quhen art. Nuk mund të quhen art. Jo, arti është vetëm kaq, një udhëtim nga shpirti i atij që e krijon tek shpirti i atij tjetrit. Një gjë jashtë këtij segmenti, jashtë kësaj trajektorie, nuk është art, nuk kemi të bëjmë me art. Thomas Eliot thotë që nëse një poezi nuk nga ka dalldisur, nuk është poezi. Nëse ka dalldisur, është poezi. Që do të thotë kur është nën kontroll, pra nën kontrollin e logjikës dhe të ndërgjegjes, atëherë kjo është e cënueshme, nuk është art mirëfilli. Art mirëfilli është vetëm kur del në mënyrë të drejt për drejt nga shpirti, si tek këto reklamat e ujrave, që thot direkt nga burimi. Kjo është vlera. Po kritika letrare po mungon sot. Kush duhet të bëj këtë seleksionim të vlerave sot? Ka kritik, po janë shumë pak. Ka pak kritik, më përpara të paktën në Shqipëri. Domethënë, kritika ka qenë një institucion serioz nga pikpamja administrative,
le të themi, por ka qenë skajshmërisht e politizuar, gjë që e ka kthyr në bumerang ekzistencën e saj për artin, sepse kanë censuru artin e vërtet. Tani që është demokraci, domethënë dhe pluralizëm, mungon kritika institucionale, ka kuptohet, siç e thatë edhe ju, te këtu kritik njerëz shumë të shquar të kësaj fushë, të cilët kanë tentuar të ndërthyjnë në çështje të tilla, por ngelet akoma, si shumë gjëra në Shqipëri, ngelet akoma shumë kaotike, e pa organizuar, dhe gjë që ka sjell dhe rritjen e gamës dhe të vërshimit të pseudoartit që ishim duke diskutuar pak më parë. Kush vendos sot për vlerën e një libri në Shqipëri? Vendos lexuesi, kritika apo rreth imazheve? Me qenë se mungon kritika si institucion. Tash janë kritika si institucion, por dhe shteti, politikat qeveritare, të themi institucionet përgjegjëse, si është Ministria e Kulturës, fjala vjen, janë të kontaminuara. Dhe përpasoj mbetet që një rreth i caktuar, një lexuesish profesionist, poet është vërtet që përbëjnë rrethin, le të themi, nganjëherë më shumë miqësor, poetit të cilët mund të përcaktojnë dhe të nënçojnë vlerat e vërteta të një libri. Përndryshe është problem se, siç thash, për fatin e keq janë kontaminuar, janë kompromentuara të gjithë edhe instancat zyrtare, edhe instancat jo zyrtare, pra shoqatat e ndryshme, jurit të ndryshme, janë të kompromentuara, janë shumë subjektive. Subjektivizmi është një bashkëpunëtar i pashmangshëm i njeriu vetë subjektiv është, por ka kufi edhe subjektivizmi. Dhe po të shikosh për shembull në juri të ndryshme, të konkurseve të ndryshme, takimeve të ndryshme, të cilat mund të shikosh çdo javë diku nëpër qytetet e Shqipërisë, ka nga një të tillë. Në të gjitha rastet, pothuajse pa me përjashtime shumë të rralla, mund gjesh gjykime të ftohta dhe milfilli artistike të jurive, sepse është e gjithë skema, i gjithë zinxhiri është i kompromentuar nga antivlerat. Fatkeqësisht. Zotri Alfons, ju jeni edhe gazetar, keni qenë dhe drejtori i Radio Tiranës, keni themeluar gazetën, gjitha këto. Profesioni i gazetarit nga këto dhe nga këto pozita që keni pasur, sa ju ka frymzuar të shkruani poezi për realitetin shqiptar? Është një temë që është diskutohej edhe më herët, e kam dëgjuar se pozicioni i gazetarit dhe i poetit janë dy gjëra të ndryshme normalisht, dhe ka her pas here ka dhe teza që na thonë se këto e dëmtojnë njëra tjetrën. Sepse për shembull gazetaria mund të sjell pak ftohje të poezisë, pak skematizëm të poezisë. Për të dëgjuesë. Dhe në sjelltas poezia mund të dëmtoj pak gazetarisë, mund ta poetizoj në një farë mënyrë. Dhe siç e dim ne të dy, gazetaria është diçka strikte, e ftohtë dhe kaq. Në pikpamjen time dhe në eksperiencën time, ato gazetaria dhe poezia i kanë shërbyer mrekullisht njëra tjetrës. Mu më ka vlejtur shumë secila nga këto dy drejtime për t'i ndihur njëra tjetrës. Gazetaria që më kam punuar domethënë edhe në terren nga do, profesioni ynë duke qenë publik na krijon kushte të mrekullishme për të njohur njerëz më shumë se sa një njeri i zakonshëm. Dhe të gjitha këto shërbejnë si eksperjenca psikologjike dhe shpirtërore, dhe si një prurje shumë e madhe dhe rëndësishme e lëndës së parë për të krijuar. Siç po thosh edhe pak më parë, që unë ndikohem shumë, dhe besoj të gjithë shkrimtarët e poetët ndikohem shumë nga fenomenet e ndryshme psikologjike, sociale, shpirtërore, politike, kulturore të shoqërisë, e të njerëzve që na rrethojnë. Edhe gazetaria të shkakton pikërisht këtë, ta zgjeron dhe ta shumëfishon në mënyrë marramendse mundësinë e kontaktit dhe sa më shumë kontakt aq më shumë njohuri. Si shihni bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri në aspektin e artit në përgjithësi dhe në veçanti të libri?
Fatmirësisht, nga pikpamja sasiore, po themi, ka një këmbim, një bashkëpunim jashtëzakonisht të kënaqshëm, do të thosha. Sa i përket cilësisë, kjo është një gjë tjetër dhe s'kemi pse e diskutojmë. Por në parim ka një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë në poezi, qoftë në letërsi, qoftë dhe në artet të tjera, në muzikë, kështu gjërash, shikoj që ka këmbime shumë të shpeshta, të cilat për mua janë vlera shumë pozitive dhe të ngrohin zemrën, domethënë, ndonse gjithmonë është në çështje, është në çështje rëndësisë së veçantë, sigurisht dhe cilësia, përthash nuk dua të kalojmë nëpër këto detaje, por në parim niveli i këmbimeve kulturore, letrare, sidomos sepse jam brenda kësaj fushë, është në një nivel shumë të kënaqshëm. Kam ardhur shpesh nëpër aktivitete poetike, letrare këtu në Prishtinë edhe në qytete të tjera, e shoh plot shoqë miq që vinë nëpër aktivitete që aty do të thotë që kur më vjen një ftesë që në pe i zhvillohet aktivitet letrar dhe je i ftuar, nuk e mendoj, e kam një lloj sikur më kanë ftuar që kanë shkuar në Korçë ose në Durrës ose në qytete të tjera, edhe kjo besoj është tek kolegët e mi nga Kosova kur ju janë ftesa për në Durrës, Tiranë apo në Korçë. Domethënë është një situatë shumë pozitive dhe shpresëvendëse. Keni të botuar 3 libra deri tani, i 4-ti kur do të vi? Nuk e Dhe në di, çfarë zhanri? jo vetëm poezi. Vetëm poezi. Vetëm poezi. Prozën nuk Jo, doni. prozën e dua shumë, e lexoj, por nuk kam tentuar. Plus kam një far kompleksi, le të themi, nuk e quaj negativ, kam një far kompleksi ndaj saktësisë dhe ndaj marrjes me punë që njeriu duhet merret vetëm me punë të cilat i njeh mirë. Unë nuk mendoj se mund të shkruaj prozë aq sa të jetë për të qenë. Kështu që dhe nuk është e domosdoshme. Nuk është e domosdoshme, kështu që mjaftohem me leximin e prozës. Sa i përket poezisë, unë jam natyrë që nuk jam shumë prodhimtar, nuk jam njeri që shkruaj shumë, kap ullu shkruaj, sepse poezia do kohën e vet. Domethënë poezia vjen kur do ai, jo kur të dua unë. Çdo rresht i shkruar si me dëshirën time nuk përbën poezi. Domethënë nëse ti ulesh me qëllimin për të shkruar poezi, ajo mund të duket, por në fakt nuk është poezi. Edhe unë qëndroj shumë besnik, shumë rigoroz kësaj procedure. Nuk ulem kurrë të shkruaj diçka nëse nuk jam mbushur dhe nëse nuk e ndiej veten në çastin e duhur për ta lindur. Është si puna, me që përmenda termin lindje, si puna e grave e femrave, të cilat nuk mund të aty do kohën e vet. Të krijohet, të piqet, të bëhet gati, pastaj lind poezia. Çdo gjë tjetër jashtë këtyre për sjell poezi me cene. Dhe poezi dhe art me cene nuk ka. Dhe arti është ose s'është, nuk ka gjëra të ndërmjeme. Në këtë kuptim, pra nuk është se shkri shpesh, nuk mund të them domethënë për librin e 4, po sigurisht dal nga dal shpresoj që ta bëj edhe një të 4. Në një të 4, vetëm të urojmë suksese. Zotëri Alfans, diçka për fund të bisedës së sotme për dëgjuesit e Radio Kosovës, qoftë për letrarët, qoftë për lexuesit. Do ashtu përpiqem, se me thënë të drejtën drejtuar dëgjuesve të Radio Kosovës, doja të rri disa orë të flas. Ose të rinjve që do të merren me poezinë ose që kanë filluar të merren me poezinë. Në qoftë se rastisht, domethënë që më dëgjojnë, po të rinj, këshilla ime e vetme nuk është këshill, një sugjerim ose një mendim më saktë, sepse askush mund të jap tani definicione, është kjo. Lexoni 1000 poezi, pastaj uluni për të shkruajtur një. Do të lexohet 1000 fish më shumë se sa shkruat. Edhe duhen parë me kujdes. Është një shprehje e vjetër që thuhet sa më shumë vjersha në zjarr, aq më shumë zjarr në vjersha. Pra duhet të jemi shumë racional.
jo gjithë shka që shkruajmë vlen. Vlena dhe vlen të publikohet. Të falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ju urojmë shumë suksese, qoftë në poezi, qoftë në punën e gazetarisë që vazhdoni ta bëni. Faleminderit shumë dhe juve, suksese juve dhe Radio Kosovës, ishte vërtet një kënaqësi shumë e veçantë. Kënaqësia ishte dhe jona që nga Tirana ju patëm këtu në studion e radios.